Thomas Strakosha ka qenë një nga protagonistët e derbit të ndezur të Athinës mes Panathinaikosit dhe AEK-ut, në të cilin skuadra e tij fitoi me shifra 3-2. Luka Jovic shënoi 3 gola për AEK-un në ndeshjen e luajtur në fushën e rivalëve historik, por Strakosha la shenjën e tij në këtë takim, duke pritur një penallti në pjesën e parë të saj kur regjistrohej minuta 28. Nga pika e bardhë gjuajti Karol Swiderski, por Strakosha ja doli të ndalonte gjuajtin e sulmuesit polak. Ky është një augur i mirë para përballjes me Poloninë në play-offin e botrorit, duke pasur parasysh se Swiderski është një titullar i saj dhe ka qenë shpesh protagonist kundër kuqezimve. Ai ka shënuar dyer Shqipërisë dhe në 2 rastet Polonia ka fituar 1-0, fillimisht në tetorin e vitit 2021 në Tiranë në kualifikueset e botrorit 2022 dhe më pas në marsin e vitit 2023 në Varshavë në kualifikueset e Euro 2024.